Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamat dhe salavatet qofshin për me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndarse ne kemi zgjedhur një temë që kemi jashtëzakonisht shumë nevojë të flasim për të, nga se jo rrallë na ndodh që të kaplohemi nga plagështia, nga dembelia, dhe na zbehen synimet për nga ja kemi marrë, për ka jemi nis. Dhe ambicjet e larta janë ato çfarë e dhezin besimtarin dhe e majnë në rrugë dhe përmes ambicjeve i arrin qëllimet edhe mrrin deri tek xhenetet e cilat Allahu i lartësuar i ka përgatitur për besimtarët. Në lidhje me ambicjet, se çka janë ambicjet dhe synimet e larta, fillimisht duhet të kthehemi tek arsyeja për të cilën Allahu i lartësuar na ka krijuar. Dhe të gjithë ne e dijmë që Allahu i lartësuar na thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit dhe xhenët nuk i kam kriju për asgjë tjetër përveç se mi adhuru Allahun e lartësuar. Dhe ky adhurim i bën që ti Allahun e lartësuar e ki për të vetmin adhuruar. Vetëm atij duhesh më nështru dhe vetëm atij duhesh më bind. Tek ai shpreson, prej tij friksohesh dhe tek ai mon shpresa dhe atë adhuron me dashuri, me shpresë dhe me frikë. Këto janë ato tri shtyllat që e shoqërojnë besimtarin në adhurimin e tij të Allahut të lartësuar. Mirë po, kjo përgjigje që Allahu i lartësuar na ka kriju neve vetëm me qëllimin që na mi adhuru atë, sikurse nuk na nxit shumë që t'i japim zor në adhurim. Të gjithë ne pa përjashtim e dimë që Allahu i lartësuar na ka kriju me udhëzu, e na ka kriju që mi adhuru ata. Mirë po është diçka tjetër çfarë duhet mi shoqëru që të ajet. Allahu i lartësuar kur na thotë që na ka kriju me vetëm arsye që na mi adhuru ata, në ajete të tjera na thotë ejukum ahsanu amala. Ne jemi ardhur këtë botë, jemi kriju për Allahut të lartësuar me qëllimin e vetmin, mi adhuru Allahun e lartësuar. Mirë po këtu është presje. Dhe sprova tjetër vazhdon që mos provu se kush po është më adhurues i mirë i Allahut të lartësuar. Kush po bën vepra më të mira, kush po i shton farzet, cilësinë e tyre, kush po shton nafile dhe kush po furnizohet me adhurime edhe më të mëdha për në rrugën tek Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar thotë: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur." Allahu i lartësuar është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën, në mënyrë që t'ju vë në sprovë, në mënyrë që të heni në provim, se cili është ma vepër mirë dhe Allahu është i gjithë fuqishëm dhe është gjithë falës. Nëse i ndajmë kategoritë e njerëzve në adhurimin e tyre të Allahut të lartësuar, janë 3 kategori dhe nuk ka të katërt. Tash në këto 3 kategori, gjithë secili prej nesh jemi në njërin prej tyre. Allahu i lartësuar i përshkruan besimtarët: "Zalimun li nafsi." Zalimun li nafsi, ai i cili bën zullum vetvetes së tij. Tash do ta shpjegojmë se çka i vjen. Muqtasid, mesatar, dhe sabikun bil khairat, dhe ai që garon në vepra të mira. Nuk ka të katërt. Besimtarët në adhurimin e Allahut të lartësuar ose janë zalimun li nafsi, zullumçar të vetvetes së tyre, ose janë muqtasid, janë mesatar, ose sabikun bil khairat, ose ata që paraprijin ose garojnë në vepra të mira. Mirë po për mi kuptu këta drejt, se në cilën kategori na jemi, edhe qysh duhet me pas ambicje të larta, me dalë të kjo kategoria më e larta, të ata të cilët garojnë në vepra të mira, duhet ta kemi parasysh që ai që i bën zullum vetvetes, që kjo është grada më e ulët e besimtarit, në gradën më të ulët të imanit. Dhe këtu është përgjithësi, muslimanët në përgjithësi hinë këtu. Janë këta të cilët shkelin në gjunahe, edhe farzet i kanë me mangësi. Farzet i kanë me mangësi. Mangësi në kryerjen e tyre dhe mangësi në cilësitë e tyre. Merë për shembull namazet, edhe e kupton drejt këtë kategori. Pra kanë mangësi në farze dhe po ashtu krahas mangësive në farze i shkelin edhe gjunahe të ndryshme. Kjo është grada më e ulët. E këtij për kësaj grade, kjo gradë e besimtarëve janë të, nëse nuk pendohen tek Allahu i lartësuar, dhe nëse nuk i rrin vetit gati me vepra të mira, mu pendu tek Allahu i lartësuar, dhe mi najt gati që mi përmirësu farzet dhe mi lon haramet, kanë mundësi që mu dënu tek Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit. Grada e dytë, muqtasid, po e përkthejmë sikur mesatar. Kush janë këta mesatar? Mesatarët janë ata të cilët i kryjnë farzet, edhe ruhen nga haramet, mirë po nuk shtojnë nafile.
nuk shtojnë vepra vullnetare, nuk shtojnë nafile dhe nuk ruhen nga gjërat e urryera, nuk ruhen nga gjërat e urryera. Dhe pothuajse të gjithë ne ose jemi te e para, që ajo më ulta, ose tek e dyta kjo mesatare. Pra i kryjmë farzet, mirë po nafilet, i kemi deri diku. Edhe në gjunahe, ruan për gjunaheve, mirë po, për gjërave të urryera, jo edhe sa duhet. Lëshohem ka pak në gjërat e urryera. Lëshohem si tepërmi në gjërat e lejuara, të cilat na shpihin të urryerat edhe tek ndaluarat. Edhe nuk e kemi cilësinë sa duhet të farzeve, edhe nafilet nuk i kena sa duhet. E grada më e lartë, të cilën duhet ta synojmë, është kjo sabiqun bil khairat. Këta janë një gradë e lartë e besimtarëve. Këta synin e kanë qitë në xhenetin Firdaus. Edhe bijnë në gjumë me brengën në xhenetin Firdaus dhe zgjohen me këtë brengë se qysh me rrinë në xhenetin Firdaus. I kryjnë farzet, s'vjen shprehje, i kryjnë me cilësi të lartë, për kushtum. Po e marrim shembullin e namazit. Kur hyjnë në namaz, hijin me frikë, respekt se kanë më dalë në takim para Allahut të lartësuar. Falen me përkushtim. E kryjnë namazin kur bijnë në ruku me madhrim të Allahut të lartësuar. Bijnë në sejdë duke e ditë se janë në vendin më të afërt tek Allahu i lartësuar. Kur e lusin Allahun, e dinë se çka janë ka thojnë, e dinë çka janë ka lexojnë Kur'an. Këta janë ata të cilët garojnë në vepra të mira. Përveç farzeve, këta farzet i rrethojnë me nafile të shumta. Sunetet e ditës nuk janë shprehje, se i kryjnë gjithçysh. Po shtojnë namazin e duhas, i falin 2 rekate mas avdesit, e falin vitrin, nuk mjafton me kaq, qohen edhe natën, sikurse nuk ju mjafton namazi gjatë ditës, qohen natën me fal namaz të natës. Nga se e dinë se kjo është fisnikria besimtarit, e dinë se kjo është mehri i xhenetit, e dinë se këtu është përgëzimi për gradat e larta në xhenet. E kjo grad e treta, për të cilën duhet gjithsecili prej nesh të flasim vetvetes që mi arrit e më punu për të, është përveç farzeve, këta ruhen nga haramet. Rrin larg harameve, rrin larg të gjërave të dyshimta, rrin larg gjërave të urryera. Nuk thojnë, mos është nashta haram, po jo nashta ka khilaf në këtë meselë. Jo, këta veç a kanë thënë dikush që është haram, hek me pejsajnë me 2 durt. E braktis ata. Pra nuk shohen në harame, mundohen më rujt nga gjërat çfarë ja dëmtojnë fetarinë e tyre në ahiret. Kjo është gradë e lartë. Mirë, po kjo gradë e lartë, megjithëse është e vështirë. Është e vështirë mu arrit. Allahu i lartësuar na ka nxitur në Kur'an. Na ka nxitur në Kur'an. Nga se Allahu i lartësuar është ai që na njeh neve më së shumti. Ai na ka kriju neve. Dhe e din se e kemi për armik dhe na ka treguar në Kur'an që shejtanin e kena për armik. Po ashtu shejtani e ka alat nefsin ton, i cili është i prirë për të keqe. Që është i prirë nga dembelia, është i prirë nga joshjet e ndryshme, epshet, knacit e ndaluara në jetën e kësaj bote. Tash Allahu i lartësuar, neve me na bëm pak të lehtë që mi mri çdo grada, na ka josh me xhenetin. Na ka përshkruar xhenetin dhe bukuritë e xhenetit. Na ka treguar që ka lumej të ndryshëm, pallate të ndryshme. Për jetësinë e xhenet lumturi nuk i as lodhje, as mërzi, as fjalë të kota me dëgju. Domethënë lumturia e përjetshme e kinë xhenet. Krahas kësaj, Allah i lartësuar, përveç se na ka kallëzuar Kur'an se çka është xheneti, të fton për xhenet. Të fton. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Është Allahu, Rabbul Alamin, i cili të fton për xhenet. Për mëndon dikush kur të fton ty për një pallat, fton zyrën e tij, dikush me pushtet në jetën e kësaj bote, fillon mundje pak i privilegjuar se Allah, çaj person të ka ftu. Tash merrem me man, largoj këto, Allahu ti ta ka shembull më i lartë. Allahu i lartësuar ti po të fton me emrin me mbian. Të ka ftun xhenet. Veç ti tash duhesh me shku. Allahu i lartësuar ta ka kallëzuar rrugën, ta ka kallëzuar se çka ka në këtë xhenet, ka kallëzuar çfarë përjetësie ke në këtë xhenet, çfarë lumturie ke në këtë xhenet, edhe po të fton. Lek saj, Allahu i lartësuar, përveç që po të fton në këtë xhenet, po të nxit, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nxitoni, shpejtoni për një xhenet, gjerësia e të cilit është sa mes tokës dhe qiejve, që është përgatitur për besimtarët e devotshëm. Pra po të fton, po të thotë ngutu nxito. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Edhe për këta le të bëjnë gara vepërmirët, po të nxit hala, po të shton që shtoj ambicjet, nxito përpjeku dhe po të tregon shembuj të besimtarëve që kanë rrinë në xhenet, kanë sakrifikuar. Po të tregon Allahu i lartësuar që në këtë xhenet kanë rri pejgamberët, po do të mrinë. I ka përgëzuar në xhenet me xhenet sahabët. Na ka treguar Allahu i lartësuar se çysh me mrinë në xhenet. E jona është, a kemi për ne me mrinë në xhenet apo jo?
Apo i marrim nga sebepet sa duhet, apo jo? Apo i shtojmë në ambicjet për me mrri në xhenetet e larta, apo po mjaftohemi veç aty te pragi i xhenetit, aman veç të him në xhenet, apo brenga jon është qysh më kon kuishi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur brenga jon është më kon kuishi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk e mrrim atë grad nërto, është tapet nelt. Nëse i fundit që hin në xhenet e ka shpërblimin sa 10 herë dunjaja. Sa 10 herë dunjaja, paramendo sipër ti sa është. Paramendo sipër këtij sa është. Domethënë ka ardhur në transmetime që grada në grad në xhenet është sa me kqyr sikur banorët e qiellit, sikur banorët e tokës që qyrin yjet. Aq lart është një grad në xhenet. Kur i dëgjon ti gjitha këto edhe thirrjet e Allahut të lartësuar, atëherë ti shtohet ambicia. Shtohet vullneti që më kon nga kjo kategoria e tretë, që kujdesen për farzet, ruhen nga haramet, i shtojnë nafilet, ruhen nga veprat e papëlqyera, ruhen nga gjërat e dyshimta, vetëm e vetëm që më u përgjigj thirrjes së Allahut të lartësuar. Pastaj Allahu i lartësuar na ka josh, na ka nxit, na ka inkurajuar që më shkon në xhenet. E din Allahu i lartësuar se ne mu i marrën në gjunahe. Prap Allahu i lartësuar të kaloni deri qiell. Edhe thot kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ajeti më shpresdhënës sipas mendimit të shumë dietarëve është ky ajet. Nëse e merr Kur'anin prej surës Fatiha deri te sura Nas, gjoma ajeti më shpresdhënës thonë dietarët është ky ajet. Çfarë thotë në këtë ajet Allahu? Thotë o robërit e mi, ju që i keni bozullum vetvetes me gjunahe, gjithë secili prej nesh është e pamundshme me pshtupi gjunaheve. Dhe kur vijnë këto gjunahe dhe na shtohen, Allahu i lartësuar na kalon derën qiell. Dhe po thot mos gabo, mi hub shpresën, mos s'ka shans, mos ja lejo vetvetes, se është nga gjunahet më të mëdha mi hub shpresën për mëshirën e Allahut. Pavarësisht gjunahet që ki bo. Pavarësisht, a je gjallë? A ka të pulson zemra? A ki frymërrje? Je ka frymën? Mos e hub shpresën pe Allahu të lartësuar, nga se Allahu i lartësuar i fal të gjitha gjunahet. Nga se Allahu i lartësuar le që i fal të gjitha gjunahet, po gjunahet i shndron në vepra të mira, nga se Allahu është gjithfalës dhe është mëshirues. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ja shton madhështinë këtij ajeti është hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Lallahi afrah bi tawbati abdihi. Allahu i gëzohet tawbes, pendimit të robit të tij, më shumë se sa ai robi është dëgjoni më vëmendje këtë hadith. Sa herë dëgjoj këtë hadith, sa herë lexoj, më tërçet të lëkura. Është hadithi më madhështor për mua, nga se treguohet një sekret se qysh Allah i lartësuar i gëzohet robit kur pendohet dhe kthehet tek Allahu. Çka thotë ky hadith? Allah i lartësuar i gëzohet kur robi pendohet tek Zoti, për gjunaheve që i ka bu, për lëshimeve që i ka bu, për mangësive të tij në adhurime, ka shkel në gjunahe dhe ka vendosur mu pendu. Dhe kur pendohet tek Allahu, gëzohet Allahu paramendo që nuk ka nevojë për askënd për krijesave, është më i pastër, është Rabbul Alamini. Çdo gjë që ekziston është rob i Zotit, është krijesë e Zotit. Allah i lartësuar i gëzohet ti robi miskin, ti robi të varfër të shkret. Pse? Veç ka vendosur me u kthy Zotit. E ka nevojë kë më shumë ti për Zotin. Zoti s'ka nevojë as pak për ta. Ku i ngjason? I ngjason një personi i cili ka qenë në udhtim me mjetin e tij të udhëtimit, me deve, në të e ka pasur ushqimin dhe pijen, dhe është rinë në hijen e një pemë, me pushu, kur zgjohet nuk e ka devën të kryt. I ka hub ushqimi pija dhe momentet i ka të numrune, fërmarrit i ka të numrune, nga se vap, shkretir, edhe është të e prit e gjelim. Dorëzohet dhe pështetet në hijen asaj pemë të e prit vdekjen. E zanë gjumi, kur zgjohet, devja të kryt. Pikëzimi të madh, gabon në shprehje. Dikush mi thon këtë shprehje në gjendje të natyrshme bën kufër, del pi fes. Çka thot? O Zot, ti e robi im, unë jam Zoti yt. Gabon në shprehje. Sa dikush me gabu kështu në këtë formë, a mundi më marrë mend sa duhet më gëzu njëri që më gabon kësi forme, domethënë me fol fjalë blasfemie, me bë ridde, me dal pe fejes. Sa duhet më gëzu njëri? Fletëron pikëzimi. Pse? Se ka gjetë ushqimin dhe pijen. Allahu i lartësuar i gëzohet që ti robi më shumë se sa këtë që ka gjetë ushqimin dhe pijen. Subhanallah. Pse? Ka thonë Ibn Qayyimi, e ka përshkruar këtë ngjarje në 2 faqe e gjys në librin e tij, Madarijus Salikin. Thot, gat, veç mira shkurt, Allahu i lartësuar i gëzohet robit ti se e ka largu pengesën që Zoti don mi bo mirë, e dëshiron mi bo mirë, e kur Zoti pendohet, kur robi pendohet tek Allahu, e ka largu çat pengesë që Zoti më vazhdo mi bo mirë. Andaj edhe gëzohet. Sa herë që ti pendohesh dhe kthehesh tek Allahu i lartësuar, je ka i largon pengesat mes teje dhe me Zotit që Allahu më vazhdo me të bo mirë.
Dhe kjo është ajo çfarë besimtarin duhet mi shti, domethënë me pas ambicie të larta. Pra, joshja e Allahut të lartësuar, ftesa e Allahut të lartësuar, dhe sa herë bjen në gjunahe, mi ditë se Allahu i lartësuar o ka të pret që ti mi u pendu dhe gëzohet që ti mi u pendu dhe më kthy tek Allahu i lartësuar. Mirë, a është vështirë që kjo gratë mi mri? Jo. A është e lehtë? Jo, e vështirë shumë. Madje Allahu i lartësuar në hadithin e saktë të cilin të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur Allahu i lartësuar ka kriju xhenetin, e ka thirrë Xhibrilin dhe i ka thonë, hajde shikoje xhenetin të cilën e kam përgatitur për robrit. Shkon Xhibrili, kur e sheh, madhështi. Dhe i thotë, o Zot, nuk ka me dëgju dikush për xhenetin, vetëm se ka me hinë ato. E rrethon xhenetin me vështirësi, me vujtje, me sprova. Edhe e thirr Xhibrilin. I thotë, o Xhibril, hajde këshire. Kur shkon Xhibrili, e këshir, thotë, o Zot, tutna që kërkush s'ka me hi. Pse? Për shkak të vështirësive. Ama, kur ne themi diçka është e vështirë, nuk po themi që është e pamundshme. Është e vështirë, ama lyp përpjekje. Është e vështirë, ama për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sakrifikuar. Për ata është plagos, për ata është dëbu, për ata shokët e tij u kanë vrarë, për mi mri çto gradat e larta të xhenetit. Edhe ne duhet ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shumë e ka dëshiruar që njerëzit më shkojnë në xhenet, saqë Allahu i lartësuar e ka qortuar në Kur'an. Ka thonë, apo do një mytë vetën, pse njerëz po ozona? Ka dalë. Unë e ozaj, ku të du? Unë e ozaj. Në dorën e Allahut është udhëzimi. E jotja është, ma alika illa al-balagh. E jotja është, m'ja përcjell shpalljen. E jotja është, m'ja kallëzu xhenetin. M'ja kallëzu rrugën, m'ja kallëzu xhehenemin, m'ja tërheq vrejtjen. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh nga familjarët e tij të afërt, u shku një natë penetve tek Aliu dhe e bija e tij Fatimia, natën. Dhe i ka gjetë në gjumë. Ju ka trukit në derë. Kur u qua Aliu në gjumë, e la tu sallian, as më fali natën, ka thonë jo. U largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka qërtu. I ka qërtu se gratat e larta të xhenetit lypin punë, lypin lodhje, lypin për kushtim. Nuk bëjmë veç fjalë goje. Nuk bën, o gjumin e kam trons, po më dalë për sabah. Mundohu, po përpjekje. Çe Allahu i lartësuar sidq, që e ki për një man në zemrën tonë, Allahu i lartësuar ta mundson. Çe Allahu i lartësuar që e ki për një man mu natën, Allahu i lartësuar ka më ta mundsu. Robërit e Allahut, të cilët zgjohen natën, më fal natën, janë të përzgjedhur. Veç fakti që ti të kalon këtë nata, edhe nuk shkon man, që mos zgju natën më fal, duhet më të brej dërgjegja. Se qysh Allahu i lartësuar s'm ka përzgjedh në mesin e robërve të rrallë, me qëndru Allahu të lartësuar në këmbë dhe mi adhuru, me lexu Kur'an e me lut Allahun e lartësuar. Duhet me të mbrej dërgjegja. Se qysh nuk jetë të përzgjedhurit. Se vallahi neve na mbrej dërgjegja dhe na met merak, mos më na thirr në kush pi shokëve me nai gosti. Mos më na thirr dikush me nai dashën. Mos më na thirr dikush me nai ftesë pak më speciale. Na met hatri. Pse s'na ka përzgjedh? Na është ki pas shumë të afërt. E Allah i lartësuar kur nuk po të zgjon për namaz natës, ktheu vetes. Pëndohu tek Allah i lartësuar. Nga se nashta në gjëna është ka të pengon prej kësaj mirësie. Po ashtu Rabia ibn Ka'b al-Aslami është një prej sahabëve që na tregon praktikisht çu duhet me pas ambicie të larta. Allah i lartësuar i don pejnesh me pas këto ambicie. Ka qenë njëri prej shërptorëve që i ka shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë prej ditëve pejgamberi i thot: "Ja Rabia, lëp ta lut Allahun e lartësuar që Allah i lartësuar më të përgjigj." Thot: "Lem të mendoj veç pak. Çka më lyp? Çka kishim lyp na? O Allah, çto afër dunjas." Rabia ibn Ka'b al-Aslami lënë të ngrit muhabetin. Sot vetë shtoj pi zjarrit xhenemit. Ja dhe manel. Edhe manel. Jo vetë xhenetit e parë, jo shumë nel. Çka i thot? Thot: "Ja Rasulullah menova. Me lyp diçka pi dunjas, shpejt kalon, ju shkoni në xhenet, nuk e di unë akoma kon në xhenet. Jam ka lypi diçka më shumë." E thot: "Çka?" "Jam ka lypi më kon shoqëruesi jot, shoku jot në xhenet." Thot: "Diçka tjetër, kjo gradë e lartë. Grada më e lartë e xhenetit pejgamberit." Thot: "Ja veç ato, s'kam diçka tjetër." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çet ambicie nuk i thot a diçka u kry, shka flaj, rregull e kit garantuar. Inni ala nafsik bi kathrati sujud. Një vetvetes që më rrit këtë grad. Edhe një mu që kjo lutje më të pranu, ti të bëj sejdë të shumta. Sa më shumë që ishte në nafilet, mendoje rastin e Rabia ibn Ka'b al-Aslami, që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një vetes më rrit këtë grad të lartë në xhenet me sejdë të shumta.
me sejdë të shumta. Ata të cilët bojnë sejdë të shumta, pra e gjojnë 5 minuta kohë, hinë në shtëpi, i fal 2 rekate. Hinë në xhami, i fal 2 rekate. Me mujt na mi bo 2 rekatëshin, veç mi ndru, sa herë hapim telefonin, a ka notification apo jo? Wallahi shumë mirë kemi pas punë. Shumë mirë kemi pas punë. Një rast tjetër që më na shtu ambicjet. Omer ibn Khattabi ka qenë i mbledhur me sahabët në një prej dhomave në një shtëpi. Dhe i thot sahabëve, temennu, lëpni, dëshironi, rritni ambicjet. Hajde të shoh çfarë aspirata keni, çfarë synime të larta keni. Qohet njëri prej sahabëve thot, kisha pas qefçe që komplet çka dhom më konë mushur me ari edhe mi shpenzu në rrugt të Allahut. Qohet tjetri thot, kisha pas qefçe komplet çka dhom më konë mbushur me argjend, mi shpenzu në rrugt të Allahut. Qohet tjetri thot, kisha pas qefçe komplet çka dhom më konë me xherahir, me margaritar, mi shpenzu në rrugt të Allahut, në rrugt të Zotit. E thot Omeri, me na kallzu neve shka i bjen praktikisht, se shka janë ambicjet e larta, thot, sa më përket mu, kisha pas qefçe që Allah më kone mushur me burra, sikur Ebu Ubejde ibn Jarrah, sikur Hudhejfe ibn Jemen, edhe sikur Muadh ibn Gjabeli. Këta 3 burra të mëdhej që i përmen për sahabeve, më konë këta dhe thot mi në nështru këta në shërbim të Allahut të lartësuar. Mi në nështru këta burra në shërbim të fesë Allahut të lartësuar. Dhe këtu e shohim që Omeri radiallahu anhu ka pa shumë më larg. Ka pa të burimet njerëzore. Se një burr i fuqishëm, i devotshëm, i sinqert, i përkushtuar, si Ebu Ubejde ibn Jarrahi, i cili është njëri nga 10 të përgëzumit në xhenet, i mund ku mi ditë sa njerëz. I mund njerëzit e thjeshtë. Nga se për mi marrë një burr, për mi marrë një njeri, duhet shumë gat, mi ujit këtë pemë shumë herët, qysh në vezli, e mi eduku në femiri, e në rini, e derisa të bëhet burr që mi dëshmu veten për me shërby në rrugën e Allahut. Hadith tjetër, ngjarje tjetër që na shtojnë ambicjet, përveç rastit të Rabia ibn Ka'bit, rastit të Omerit, e kemi edhe një Omer tjetër. Omeri tjetër, që në librat e historisë ndryshe njihet si Omer ibn Abdul Azizi. Është një prej khalifeve të drejtë në kohën e Mevite, i cili ka qenë njëri prej prizve të drejtë, nuk ka sundu për shumë vite, mirë po për aq pak kohë sa ka sundu, ka bo mrekollina, sa që është përhapur drejtësia në khalifatin islam në atë kohë. E thot një thanje, që gjithë se cili për nesh duhet ta kemi si moto të jetës. Thot, taqa nafsi lil imara. Thot, nefsi jam, shpirti jam, ju ka tek, ka aspiru, ka pas ambicje për më konë prerës, i Medines. Thot edhe ka arrit ato. Falamma balagha, kur e arrin, thot, shpirti aspiroj edhe ma shumë. Shka aspiroj? Khilafetin. Masi që e mbriva khilafetin, ta shpirti, nefsi jam, është ka dëshërën diçka tjetër. Është ka dëshërën xhenetin. Omer ibn Abdul Azizi po na tregon neve që kur besimtari rrin një grad, nuk duhet tash mu mjaftu me çat grad. Po duhet mi qyr tash gradën sipër saj, derisa të rrinë në xhenet. E kur të i çet 2 këmbët në xhenet, saqë njëri beselefit ka thonë, nuk i besoj vetes derisa të hi me 2 këmbë në xhenet. Nga se jo vetëm njërin, po 2-jat, nga se Ademi u kon në xhenet e është dalë pi xhenetit. E unë me njërin këmbë s'po i besoj vetes se kam hi në xhenet, derisa të hi. Besimtari udhzohet edhe kryo, alhamdulillah hi në xhenet. Jo udhzu, fillimi, pse shkronjat, fillon me përkushtim ndaj Kuranit, me mësim të Kuranit, me mësim të arabishtës, ngriti ambicjet. Jo më mjaftu veç me farze. Shtoje nafilet, namaznatës. A dini sa na ka hupim namaznatës? Veç bëni një matematik. Viti i ka 365 ditë. Apo me hijri 355. Nëse e fal vitrin 3 rekate, edhe veç jashton 2. Që 2-shin shumë zaje me 365. Do të them sa, 730 rekate minus i ki për një vjet. Shtoja edhe 2 4 rekate. Edhe bëni matematika tash sa jenë minus që nuk i ka fal namaz natë. E namazi natës nuk arrihet me një herë në pjesën e tretë natës më çu. Ja nisi herë në fillim të natës. Derisa të mësohet shpirti, sikur me ushqim me pije. E fal vitrin. Wallahi, mos më na marrë plesht, që ka falin vitrin ndërsa na po flajm pa vitë. Plesht me çat çortimin që kena buna, me mëdhëbin e me bidatin e më thash,
Ai e fal sunetin e jacis quhet e fal vitrin. Nuk shton ashta më shumë, po vitrin e fal. Na nemën sunetit e lojmë sunetit. A ndërkohë sahabët nemën sunetit e kanë zbatuar sunetit. Kjo kish kuptim. Kjo është defekt i madh në fetarin tonë. Defekt i madh në fetarin tonë. Dhe ambicie tjetër, pikë tjetër që mos më zgjat, çka na shton ambicien, është vllazën në arritjen e synimeve tona, qofshin të dunjas, qofshin të ahiretit, nuk është sa i na ka sprovohemi në shkatësitë tona dhe në dëshirat tona. Mas shumë të shka sprovohem është na sa po kërkojmë ndihmën prej Allahut të lartësuar. Në isti'ane, pra kërkim ndihmën prej Allahut të lartësuar në arritjen e objektivit, ky është sprova në të cilën ne vendosemi. Atëherë, sprova tjetër është sa e ki për një. Sa e ki për një. Ka ardhur njëri prej sahabeve, sa po kishte pranuar Islamin, te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas një betejë që e shpërndan plaçkën e luftës. Dhe i thot, ja Rasulullah, për çeta nuk kom besu për plaçkën e luftës. I thot, për shka? Thot, kom pasu dhe të besu për me ra dëshmor në rrugt të Allahut, me ra një shigjet që tu në fët dhe me ndal nga kjo anë. E ka pas një simbolike që me ra dëshmor. Ja, nëse je i sinqert, nëse e ki për ima, Allah ka më ta mundsu. Beteja tjetër, vinë sahabët dhe i thojnë, e gjetën personin. Është bashkë aty ku ka bo me shaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thonë? E ka thonë një fjalë, që është fjalë ilaç. Ilaç për secilën plagë, për filozofinat tona të kota, të cilët ne shumë thojmë, kemi qef më përmirësu, kemi qef, por shumica këtyre qefeve janë thojë zarrena. Nuk e kemi për nima. Kur e ki për nima? Atëherë kur Allah i sheh në zemrën tonë sidq, vërtetësi, Allah i lartësuar ta mundson. Argument çka rast? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, masi që asha që ka rënë dëshmon. Thot saddaqahu Allah fa saddaqahu. Ke e pat për një me Allahun i lartësuar dhe Allah ja plotësoi qëllimin, sinqeritetin që e pat dhe ja mundsoi. Andaj nuk mjafton vetëm me fjalë goje. Kam u falë, kam u përmirësue, kam i lënë gjunahet, kam i mbrit gradat, kam e bëu kështu, kam e bëu kështu. Le të shah Allah i lartësuar sinqeritet. Le të shah Allah i lartësuar se ti e ke për një madhe i ka kërkon ndihmë te Allah i lartësuar. Dhe gjithashtu le të kesh përpjekje, le të bën xhihad me nefsin që më bind Allahu të lartësuar. Allahu i lartësuar e ka premtuar që ata që përpiqen në rrugën e Allahut, kam ja u lecu rrugën. Walladhina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Ata të cilët përpiqen për çështjen tonë, bojnë përpjekje, nuk mjaftohen vetëm me fjalë goje, kena më ja u lecu, mi mrit këto synime, kena më ja u lecu çështjen e rrugës tonë, kena më ja u lecu. Dhe për fund, të kemi mendim të mirë për Allahun e lartësuar. Mendimi i mirë për Allahun e lartësuar është njëra prej shkaqeve më të mëdha që besimtari me pas ambicie të larta dhe me rri grada të larta të cilat i synon në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Nga se në hadithin qudsi thot Allahu i lartësuar, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi." Unë jam për robën tim, çysh ai më mendon mua. Andaj le të ketë mendim të mirë robi im për mua. Ki mendim të mirë për Allahun, se Allahu ka më të ndihmu, se Allahu ka më ta lecu çështjen, se Allahu nëse shën sidq në zemrën tonë që e ki për nima, Allahu i lartësuar ka më ta lecu. Dhe në fund, krejt suksesin, krejt përpjekjen, mos ja atribo vetvetes, nga se krejt mundesh me çudam. Thuaj wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. I gjithë suksesi është prej Allahut të lartësuar. Tek ai mbështetna dhe tek ai është kthimi. Mirë, a duhet besimtari të ketë ambicie të larta veç për ahiretin e tij? Përveç ahiretit të tij, besimtari duhet të ketë ambicie të larta edhe në jetën e kësaj bote. Dhe sa më shumë që ti i bindesh Allahut të lartësuar dhe bën vepra të mira, do ta korrësh shpërblimin në dunja para botës tjetër. Allah i lartësuar thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha." Kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, pa përjashtim. Wa huwa mu'min, kushti, dhe ai është besimtar. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kena më jap jetë të këndshme, jetë të mirë. Jetë edhe nëse është në sprova, kam i të kalu me shumë lehtësi. Kam i shiju xhenetin në jetën e kësaj bote para se në rrinë xhenetin për një mend. Lutim Allahun e lartësuar të na jep ambicje të larta e të zbatojmë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili na thot: "Kur ta lupni xhenetin, fas'alullaha al-jannata al-firdaus." Kur ta lupni xhenetin firdaus, nga sa ai është xheneti i mesëm, ai është xheneti më i lartë. Lutim Allahun e lartësuar të na jep ambicie
që na çojnë deri në xhenetin Firdaus, na mundsojnë që të sakrifikojmë në rrugt të Allahut, derisa ta fitojmë kënaqësinë e Allahut të lartësuar dhe ai të jetë i kënaqur me neve. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.